Donald Trump ishte i pari lider në botë që reagoi për zgjedhjen e Papa Leonit të 14, Papa i parë amerikan në historinë e Vatikanit. Natyrisht, reagimi i tij erdhi gjithshënd, siç ndodh rëndom me presidentin. Sidomos në një kohë kur thuajse asnjë nga objektivat e tij politike brenda apo jashtë Amerikës nuk është realizuar. Sigurisht, askush në shtëpinë e bardhë nuk do të linte të shpëtonte ky rast historik pa e përdorur politikisht. Por duket se Trumpi është nxituar pasi mesazhi që erdhi nga Kapela Sistina nuk ishte as pak në linjë me ideologjinë konservatore dhe sovraniste të presidentit amerikan. Përkundrazi, zgjedhja e Papa Leonit të 14 duket një shuplak simbolike ndaj botkuptimit që Trump dhe konservatorët e tij përfaqësojnë. Papa i ri, Robert Francis Prevost, është në çdo aspekt i kundërti i Trumpit dhe lobit konservator amerikan. Ai vjen nga një familje emigrantësh, diçka që padyshim duhet t'ia ketë bërë shumë qejfin presidentit, i njohur për dashurinë e tij të pamas ndaj emigrantëve, i formuar thellësisht në traditën europiane dhe krejt i ndryshëm nga modeli tipik amerikan i një katoliku që shkon në kish vetëm për Pashka apo Krishtlindje. Prevost është figura e një lideri fetar shumë më të afërt me problemet reale të komuniteteve. Në një ironi perfekte të historisë, Papa Leoni 14 mbajti fjalimin e tij të parë, jo vetëm të përgatitur me kujdes, por edhe në uniformën e kuqe të kardinalit, një simbolike qartë doktrinare dhe politike, duke bërë dhuratën më pak të dëshiruar për konservatorët amerikanë. Mesazhet e para të Papa Leonit 14 nuk lanë vend për interpretim. Krishti i rilindur na do të gjithëve pa dallim. Kjo deklaratë është qartësisht kundër përpjekjeve konservatore për të përpiluar lista të të mirëve dhe të këqijve. Më herët, Prevost është përplasur publikisht me ikonën ideologjike të së djathtës amerikane nën presidentin J.D. Vance, duke i kujtuar me humor se Jezusi nuk kishte dhënë kurrë udhëzime për të bërë listat preferencës së dashurisë njerëzore. Një tjetër mesazh ironik që mund ta ketë bërë Trumpin të kryej kokën me konfuzion ishte thirrja për një paqe pa armë dhe pa kërcënime lufte. Një koncept krejtësisht i huaj për një president që është i njohur për negocimet e tij të suksesshme, që zakonisht fillojnë me kërcënimin e zhdukjes së palës tjetër. Në fund, zgjedhja e një pape amerikan nuk është as pak një fitore për Trumpin apo konservatorët e tij. Përkundrazi, duket sikur Vatikani vendosi me kujdes për të përzgjedhur një lider fetar që është shumë larg asaj që konservatorët amerikanë ndërronin. Dhe ironia më e madhe, tashmë në krye të Kishës Katolike Universale është një pap progresist, antisovranist dhe me gjas, një pengesë e re e fortë për planet politike të konservatorëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjetk.